Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse konsumoni mjalt me limon për 7 ditë nuk do ta besoni çfarë ndodh trupit tuaj. Mjalti dhe limoni në kombinim me ujin paraqisin një recetë të thjeshtë të vjetër prej 5000 vjetësh për dobësime e cila u ka ndihmuar miliona njerëzve për të zvogëluar peshën. Kjo përzierje është përfshirë në sistemin e lashtë të mjekimit natyral të njohur edhe si mjekësia alternative që do të thotë dija e plot për një jetë më të gjatë. Përbërësit e nevojshëm janë mjalti, limoni dhe një gotë ujë në temperaturë të dhomës. Mjalti përdoret prej mijëra vitesh si një ilaç natyral për të ndihmuar në shkrirjen e yndyrnave të grumbulluara. Mjalti ka veti tërësisht të ndryshme nga yndyrat dhe sipas mësimeve të mjekësisë, ndihmon edhe në shkrirjen e yndyrës të grumbulluara të cilat nuk gjenden vetëm në lëkurë, por edhe rreth organeve vitale, çka pengon punën e tyre dhe dëmton ushqimin. Sipas statistikave të lashta mjekësore, ka përfitime të jashtëzakonshme, të cilat ndikojnë në substancat e yndyrshme. Mjalti është i kundërt prej sheqerit edhe pse ka shije të ëmbël si sheqeri, i cili është i trashë por çon në shkrirjen e yndyrave dhe zvogëlon peshën. Trete të lehtë përmirëson tretjen, është mjaft i mirë për shikimin, i mirë për zërin tuaj, i jep elasticitet trupit, jep kënaqësi psikike dhe humor të mirë, arrin që të shëroj plagët, pastron dhe shëron plagët e vogla, përmirëson inteligjencën, shëron shumë lloje të sëmundjeve dhe gjithashtu rinon trupin. Lëngu i freskët i limonit po ashtu mund t'ju ndihmojë që ju të humbisni në peshë. Lëngu i limonit është një substancë e fuqishme për humbje të peshës, ndihmon në pastrimin e brendshëm të trupit, është antiseptik, ngadalson zhvillimin e baktereve që shkaktojnë sëmundje, e pastron mëlçin, redukton fryrjen e barkut dhe ëndjen dhe është një antioksidant i fortë dhe ndihmon lëkurën tuaj që ajo të jetë e shkëlqyer dhe e shëndetshme. Një gotë me ujë pas zgjimit nga gjumi ndihmon gjithashtu për të larguar kapslokun dhe detoksifikon trupin. Një gotë me ujë ndihmon që të largohet lodhja, rrit shkëlqimin e lëkurës, ndalon gjithashtu kapslokun, rrit qëndrueshmërinë e organizmit, ndikon në disponim të mirë, e ndihmon në zemrën, ndihmon gjatë tretjes, është antioksidant dhe shërben për të dobësuar. Gjëja e parë që duhet të bëni kur zgjoheni në mëngjes është që të mbushni një gotë me ujë dhe të shtoni një lugë mjalt dhe të shtrydhni një limon. Merreni këtë ilaç të lashtë çdo ditë me stomak të zbrazët. Ky ilaç i lashtë është më së i sigurt në aspektin tuaj shëndetësor se pilulat e ndryshme dhe njëkohësisht mund të ndihmojë jo vetëm në zvogëlimin tuaj të peshës, por edhe në përmirësimin e gjendjes së përgjithshme shëndetësore dhe në disponim. Edhe pse ky ilaç është efektiv për heqjen e kilogrameve dhe shkrirjen e yndyrave, është e domosdoshme të jeni edhe fizikisht aktiv dhe të përmbaheni dhe disa kushteve tepër të rëndësishme të cilat janë të domosdoshme për të dobësuar. Mjalti dhe limoni janë dy ushqime të shëndetshme natyrale, të cilat gjithashtu janë një kombinim që gjendet edhe në kultura për breza dhe breza me radhë. Kombinimi i mjaltit të pastër dhe të papërpunuar me lëngun e limonit të freskët është një ilaç tërësisht popullor që ndihmon në shumë probleme shëndetësore, përfshirë këtu edhe ato të tretjes. Shpesh, mungesa e aciditetit të stomakut dhe njëkohësisht bën që procesi i tretjes të mos funksionojë siç duhet. Lëngjet acide të stomakut janë të rëndësishme për të shpërbërë ushqimin përpara se ai të arrijë në zorrën tuaj të hollë. Gjithashtu, infeksionet e stomakut dhe shqetësimet të ndryshme të zorrëve pengojnë aftësinë tretëse dhe mund të shkaktojnë fryrje dhe dhimbje barku. Mjalti dhe limoni gjithashtu në këtë rast shfaqin veti nga të cilat përfiton një gjithë trakti tretës me të cilat
Ne do t'ju njohim në vijim të kësaj video. Vetitë e lëngut të limonit. Aciditeti tek lëngu i limonit mundet gjithashtu që të ndihmojë në aftësinë e acidit të stomakut për të tretur kimikisht ushqimin. Ai jo vetëm që siguron më shumë lëndë ushqyese, të cilat përthithen nga zorrët tuaja, por largon edhe simptomat e dispepsisë, fryrjes dhe urthit. Lëngu i limonit gjithashtu shfaq veti antimikrobike dhe është një burim tërësisht i pasur i vitaminës C, të cilat kombinohen për të reduktuar incidencën e infeksioneve në të gjithë traktin tuaj gastrointestinal. Vetitë e mjaltit. Mjalti ka gjithashtu veti antimikrobike dhe si i tillë ai përdoret në një mënyrë tërësisht efektive për të lehtësuar disa forma të gastritit. Përveç kësaj, mjalti shfaq edhe veti antioksiduese, të cilat mund të kontribojnë në shëndetin e aparatit tretës, duke eliminuar gjithashtu radikalet tuaja të lira dhe duke reduktuar inflamacionin dhe duke larguar të gjitha toksinat. Mjalti, i cili ka një ngjyrë më të errët, zakonisht ka veti shumë të mira antioksiduese sesa varietetet me ngjyrë më të çelët. Përzierja e mjaltit dhe limonit. Mjalti dhe limoni kanë veti antiseptike, antioksidante dhe janë burime shumë të mira të lëndëve ushqyese. Një zgjidhje e mirë është përzierja e tyre në ujë pak të ngrohtë por jo të vluar, për të tretur mjaltin përpara se të shtoni lëngun e limonit. Raporti është 1 lugë çaj mjalt me 2 lugë çaj lëng limoni në një gotë me ujë të nxehtë. Gjithashtu, mjalti është një nga produktet më të përdorshëm dhe më efikas kundër kollës, por ai ka një konkurrent të fortë. Bëhet fjalë për limonin jeshil. Limoni jeshil dhe lëngu i tij janë efikas kundër kollës që në përdorimin e parë. Limoni jeshil është një agrume e pasur me vitaminë C, beta-karoten, flavonoid, limonoid dhe acid folik. Limoni jeshil ka shumë acid citrik se çdo agrume tjetër. Ky acid shpërbën sekrecionet e kollës dhe rrjedhimisht nevoja për t'i nxjerrë ato zbutet. Mjalti me limonin jeshil janë një kombinim fitimprurës kundër kollës, por edhe mikrobeve. Limoni jeshil së bashku me mjaltin do të krijojnë një përzierje tërësisht efektive e cila do të largojë të gjitha problemet me kollën tuaj dhe në qoftë se kolla zgjat për 3 javë, atëherë ju mund t'i drejtoheni mjekut. Vitamina C në limon është e nevojshme për të ndërtuar kolagjenin, një yin të lidhës i rëndësishëm i cili mban lëkurën tuaj të re dhe plot jetë. Mjalti ka shumë komponime që ndihmojnë në hidratimin e lëkurës në thellësi. Prandaj ju mund të përzieni mjaltin me limone dhe do të keni një lëkurë plot jetë. Problemet e tretjes si fryrje, gazdra, urthë dhe kapsëllëk mund të shndërrohen në probleme kronike të cilat rrezikojnë kualitetin e jetës tuaj. Një nga mënyrat më të thjeshta për të trajtuar këto probleme është pirja e ujit me mjalt dhe limon çdo ditë. Limonët janë të pasur me pektin dhe veprojnë si një lloj aparati pastrues për zorrët, duke inkurajuar të lëvizin në mënyrë që procesi i tretjes të jetë sa më efikas. Gjithashtu, limoni dhe mjalti janë të pasur me kalcium, i cili ka treguar që ul nivelet e presionit të gjakut dhe mund të ndihmojë për të zvogëluar shanset për zhvillimin e sëmundjeve të zemrës. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.